Krahësimi përhapjes së sektorit të bioenergjisë në Shqipëri, Austri, Itali dhe Poloni. Ky ishte fokusi i takimit të dieshëm të zhvilluar tek Fakulteti i Bujqësisë pranë Universitetit Fanoli Korç, i cili vjen në kuadër të projektit Tempus ELISA. Ky projekt synon zhvillimin e një bashkëpunimi të shumëanshëm mes organizmave qeveritare, universiteteve shqiptare dhe europiane, si dhe organizatave çadër, për përmirësimin e ecurisë së kapaciteteve sipërmarrëse shqiptare në sektorin strategjik të agrokulturës. Nga ana e Universitetit Stilianoli, ky bashkëpunim është vlerësuar dhe është parë si mjaft i frytshëm. Është një projekt i cili na ka dhënë një shtysë të mëtejshme punës tonë kërkimore, shkencore, por edhe aplikative, nëpërmjet urumtimeve dhe punës që kanë bërë pedagogët gjatë këtyre viteve në grumbullimin e materialeve të nevojshme për të përgatitur cikle leksionesh apo dhe cikle botimi lidhur me të gjithë ato BIM që janë lëndë parë për prodhimin e biomasës apo si lëndë parë për prodhimin e karburanteve, por njëkohësisht edhe për shfrytëzimin e kësaj energjie mjaft potenciale në botë për ta shfrytzuar si energji të rinovueshme nga vetë energjia që japin këto BIM me potenciale kaq të mëdha energjetike. Përdorimi i gjerë i biomasës është objekt i një diskutimi të hapur, kryesisht mbi mundësinë reale dhe të zhvillimit mbi limitet ekonomike dhe mjedisore. Aktualisht është vetëm vullneti i mirë për të gjetur zgjidhjet, por gjithashtu shumë e nevojshme të forcohen kontrollet, nëse duam të shmangim pasojat të rënda mbi klimën dhe mbi ekosistemet në përgjithësi. Nevoja për të ulur nivelin e varfërisë ndaj lëndëve djegëse fosile dhe impakti mjedisor i shkaktuar nga prodhimi dhe përdorimi i tyre ka tërhequr vëmendjen e studiuesve nga e gjithë bota drejt studimit të përdorimit të biomasës me qëllim energjik, në veçanti drejt përdorimit të mbetjeve bujqësore dhe pyjore si lëndë e parë për prodhimin e biokarburantit. Ndër të tjera, zhvillimi i sektorit energjetik të biomasës do të ndihmonte në fuqizimin dhe rritjen e konkurrencës në sektorin agror, si dhe linjen e mundësive të reja për punësimin dhe fitim.